A është më e lehtë ta gjejmë lumturinë apo ta përballojmë dhimbjen? Si do të përgjigjesh si psikolog? Po në base një psikolog që e ka gjetë lumturinë do të përgjigjej shumë më saktë se sa unë, po unë besoj që lumturia është një kërkim i vazhdueshëm, nuk është një gjendje statike, është diçka të cilën për çdo ditë ndryshojnë kushtet për ta arritur. Pra tendenca jonë Çka që të bën sot lumtur, nesër mund të jetë e pamjaftueshme për lumturinë tënde, rrjedhimisht përballimi i dhimbjes edhe mund të krijojë disa mekanizma të cilët janë pak a shumë rigjid, që janë statik. Por lumturia nënkupton mekanizma që janë adaptiv e që janë dinamik, që duhet mu ndryshu për herë për me mbri atje. Ndërkas nëse ja dalim me kriju një strategji efektive për me përballu dhimbjen, edhe ajo tregon sukses mjafton. Vetë strategjia, po unë kam përshtypjen se vetë truri është ai që na çon drejt asaj, varësisht eksperiencave, mendimeve, përgatitjeve. Ajo çfarë mund të them me bindje është e njëjta strategji që mund të kryej punë për resulin, nuk kryen punë për fitimin. Pra mekanizmat tonë mbrojtës ndonjëherë janë të